Bismillah. Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam menduar se përgatit një ëmbëlsirë mbas iftarit për me kafe që kam jo knoq, ëmbëlsirë me shërbet. Kush nuk e han mos ta qet. Shumë thjesht. Kam jo knoq. Krejt që kanë nevojitën prej përbarsve janë 300 gram miell, 200 ml vaj, 3 vezë, 2 sheqer vanile, një pluhur përpjekje për ndryshe peciv, se dhe 200 gram kokos. Furrën e lëshojna me nxehtë temperaturë 180 gradë që tjetë nxehur dhe me njëherë me bismillah fillojna me përgatitjen. Me të vërtet ka mjo knoq. S'ka shumë përbars edhe del tepër e shishme. Marrim bismillah 3 vezë. Hedhim në një enë vajin 200 ml, 300 gram miell, një pluhur përpjekje për ndryshe peciv, 2 sheqer vanile. Për shërbetin na nevojiten 3 gota të 200 ml me ujë, 3 gota të 200 ml me sheqer, edhe shërbetin në zina prej ku fillon me vlu një 50 minuta në temperaturë të ulët. Hedhim edhe 200 gram me kokos. I përzina spari me 8 orës, mandej me duar si gjithmonë. Kanë mjo knoq. Kur t'ju them kanë mjo knoq, sepse e di çka flas. Ashti e përzina brumin pra me duar. E kemi përzi edhe brumin, një brum që e shifni edhe vetë. E ku morë një tepsi të cingut, prej Kosovës e kum ble, edhe kum ly me buter. Mundeni me ly edhe me vaj, nuk ka lidhje, tashti me njëherë i bojna format e ëmbëlsirës pra. Edhe i renditim në tepsi. Lyer pra me buter ose me vaj. Forma varumbullok e ranojnë e qëto, me duar këpak edhe renditën gjitha pra dhe sa të mbushet të pësia. Këtë ëmbëlsirë lirisht më ta quaj edhe tatli me shërbet. Se doni mundeni me quajt pra ose tatli me shërbet ose ëmbëlsira me shërbet. Kryesorja një knoq kismet po që ata pëndimi thonë. Emri nuk ka edhe shumë rëndësi. Shia ka rëndësi. Që ja.
I kemi rendit të gjitha në tepsi, duke kështu edhe më njëherë fusim pra tepsi në furrën e nxehur në temperaturë 180 gradë. Tash fillojna bismillah me përgatitjen e shërbetit, pra 3 gota të 200 ml me sheqer i kom qitë të nxire, 3 gota njëjta gotë, pra 200 ml me ujë. Ujë të nxehtë, të mëllol, ose të ftoftë që shdoni. Me qitë nxehtë ma shpejt vlen shërbeti. Njerë merval, prej aty kur merval, pra e një temperaturë 4 ose në tresh për 15 minuta e zikë. E kemi hek edhe tepsin prej furrës, janë pjekur si që përshefni perfekt. Si për funi, ashtu edhe për mi pjekën. Pra, temperaturë 180 gradë për 30 minuta. Tash i lojna me ftufë, derisa të zihet shërbeti, pra këtu veç ftufe. Shërbeti duhet me qenë i nxehtë, edhe të lija ose mbërcirat me shërbet e ftoftë. Mbasi ka vlu edhe shërbeti, e kum qitë në një bakall edhe tatlijat janë ftohur, bismillah tash ja kthejna pra edhe shërbetin e nxehtë, tatlijat e ftohta. Para se me përgatit iftarin, përgatit në gjithon, e lene me uftof, mandej në frigorifer, ose vend ftoft këtë keni. Kom jo knoq. Ja kemi qitë krejt shërbetin, tash e lojna që tapin mirë të atlija, deri të ftofet edhe për mi, ja qesim kapak avër kokosin mes, kështu me dur, lene pra tani frigorifer, ka mi jo knoq, për me kafe, ka mi shkrin në goj. Allojna pranoft të agjerimin, lutje tona, vepra tona, e faleminderit që më ndjekni, faleminderit për komentet e bukura, nëse provoni lumshin duar të bëft mirë, deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them, miru pafshim.